Në përtubimet e fushatës zgjedhore, ende flitet se pse kaloi Taravari nga Vlen në AKI. Vetë Taravari thot se nuk ka mundur të shohë më defaktorizimin e shqiptarëve në qeveri, andaj si shton, ka dalë në anën tjetër që të mos defaktorizohen edhe komunat. Në qofse mendojsha personale, do duheshte tri aty si Izeti edhe Bilavi. Tri të heshti, ta marri një rok ministri, ti bëj disa punësime, po ani se ngostivar të tofe të shahir, më të tje kryetari komunës këtyre komunave urbane posaçërisht dhe jenë kuklë. Sikur ministra që janë tash në këtë qeveri. Nga ana tjetër Izet Mexhiti nga Saraj tha se Taravari e ka humbur rrugën dhe se BDI po fshihet pas një emri tjetër si AKI. Xhaxhi Ali thot antarësisë se vetë votoni vraponi për kandidatin që e servon Taravari, mirë po nuk e din se ku përfundon Taravari, siç nuk ka ditë me ato zigzakset e tij, herë te Vleni, herë ande, herë kënde, ka humbur busullën. Siç dihet fillimisht Arben Taravari si kryetari i ASH-s u nda nga Zjadin Sela për të bashkuar me Vlenin, me çka pas zgjedhjeve parlamentare u bë pjesë e qeverisë. Më vonë Taravari u nda nga Vleni për t'u bashkuar AKI-s ose Frontit Evropian, pjesës së cilës është edhe Zjadin Sela.